A beson pafajësinë që po përmend Hashim Thoçin, a beson pafajësinë Hashim Thoçit? Ti, Albert, me që i nga Drenica. Unë besoj në pafajësinë e komplet ushtrisë timtare të Kosovës. Bravo, kjo po mund. A i gojmë një kong para se me ftu e kam një rëfim shumë special sonte, është një luftar i vërtet, është shok i Musa Smolit, pak e kom bo si surpriz. Po para se me ftu a i gojmë një kong e tekst tonën, për Albin Kurtit. Pa, atherë ato këtu le të vjetën e... A ftuaj, po. Po, ftuaj. Me neve sonte është edhe luftar i vërtet i ushtrisë timtare të Kosovës, i plagu së randë në luft, tash e sa vite, 25 vite pas luftës, a i vun nga plagot e mora, por i bon me krenarin tropti. Me neve sonte është Sadri Lusha e ftuaj me do atë gjibet. Ada Sadri, më i do. A je dini si je Malbur? Mirë. A je mirë? Albert si je? Përshëndetje. A je mirë Malbur? Basa Sadri, faleminderit shumë që erdhe, më mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ada Sadri, Që aty në mes, ku dushti? Basa Sadri, faleminderit shumë që erdhe. Me ndërqofsh. Emrin e pas këtë mirë. Pas kemi njësoj emrin. E di që e ke pos pak vështirë me orë, se edhe je i plagu së randë, thashën në prezentem. Ishte edhe mjegull, Po, rruga po. faleminderit shumë që erdhe. Na kem pak për politikë të full, po... A ban dy fjalë atëre? Po, Sonte po ndina shumë i ndërum veteje, që më ke rështu me 2 ushtar, me 2 heronj Kiris. bravo, Ta di faleminderit për shumë. nderë. Faleminderit shumë. Ndërë shumë. A bëni përmesim vogël. Nuk je ushtar, po jena luftetar. Ja luftar, tha. Ja, 2 ushtar, tha. Unë heroj e thash. O heroj, faleminderit. Nga, trujt zoti. Përnderit. Nëse Sadri mirë se erdhe, Po, ati hapi fjallin pak mus. Basa Sadri, po. e trujt i lumizat, e faleminderit shumë, në ina kënar, që patë mundësi para medjav, mu po, që jemu në të shok, tash pe zbulujmë, shumë kur se ka ditë që jena shok, po, pe zbulujmë, Sadrin edu shumë, Dami të rëfimi, talom se se lamë Po, full. po. Basa Sadri, faleminderit shumë që erdhe një herë, po kalojmë tim tek rëfimi yt, se keni rëfim shumë interesant, se si je plagus në ku lufte. Qysh ka ndu, qysh keni fillu? Unë jem plagos në vitin 98 në Korrek. Ka qenë diku data 19, nuk e di sakt. Sepse unë kom qenë për qelë që ushtrisë, kuja ti 80%. Edhe kem hyë në Shqipëri me ushtarë mu armatos. Nga Shqipëria kemi hi në Kosovë, kur kemi arë në fshatin Jasiç, afër Junikit, në erë një informatë që ka jetë një plak, ka jetë në të C2-shi. C2-shi kanë thonë aty afër kufinit dikunej 500 metra e kilometër të kroni. Edhe u këthym veti treti, u këthym, e shkum në metër hekat Zotnin. Kur shkum aja aty shkon që aty pa lutë, edhe ja nisin atë gjuhën serbe me thonë, jem plak, jemi para armatosën, tash o shqiptar jemi, tash mos ki derë, tash ti, tash e murën, po ka erdhën para se më ra një Jasiç, aty të stanët e Jasiçit i thojmë, aty na kem ranë prit. Kem ranë prit, do më thonë, kanë qenë 2 djemë 3, 18-19 vjeçar, ata 2 janë vra, unë jem plagos, s'keq. Ku? Kom djathtë edhe në shpinë. Jem plagos s'keq. Po atë plakin se kom lonë, që ashtu i plagosët e kom re. Dhe më thonë, kem depërtu, sepse kisha një murtaj krahi, e kisha kalashin me 12 karikatorë që e kisha, edhe ata kanë menu që ne jemi ma shumë. Po kur e nshova i bredhët murtaj se nshova, se ishtë nota. Mas pare ata në shumë në ndryqu, se në shumë e ndryqun aty, tonë që kanë qitë, pa ndërprej. Ata kanë menu që ne jemi 200-300, a mona ishë veç 3, do më thonë. Matë personet tjetër që ishte i parë armatosun, 4. Kështu që aty jem plagos s'keq, edhe kom ra deri një Jasiç pe Uniket më kanë dërguar në fshat